Keni dhimbje gjuri, mjeku zbulon sekretin që i jep fund këtij sikleti. Dhimbja e gjunjëve mund të shfaqet papritur dhe në çdo moshë për shkak të një sër faktorëve. E rëndësishme mbi këtë sëmundje është se duhet të dihet se kjo nuk trajtohet menjëherë. Megjithatë, ekzistojnë disa trajtime të cilat ngadalsojnë dhimbjen. Nëse dhimbja nuk është shkaktuar nga ndonjë lëndim i madh, atëherë ky është trajtimi i duhur. Përbërësit janë 4 lugë gjelle fara susami, 2 lugë gjelle xhelatin, 8 lugë gjelle fara liri, 1 lugë gjelle mjalt dhe 2 lugë gjelle fara kungulli bashkë me 3 lugë gjelle rrushë të thatë. Pastroni farat mirë dhe të gjithë përbërësit vendoseni në blender. Vendoseni përzierje në një enë të thellë dhe futeni në frigorifer. Hani nga një lugë nga kjo përzierje para mëngjesit dhe para drekës. Shumë shpejt do të shikoni se dhimbja do të zhduket.